Në protestën kombëtare të opozitës, më 22 mars, protestuesit hodhën lëndë piroteknike drejt disa institucioneve në qendër të kryeqytetit, e mes tyre edhe drejt Bashkisë së Tiranës. E parë në një këndvështrim më të gjerë, nuk bëhet fjalë vetëm për një akt rastësor si vijimi i shprehjes së pakënaqësisë, por edhe si një shenjë zemërimi e drejtë për drejtë ndaj kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj. Kjo lëvizje e protestuesve në drejtim të bashkisë lidhet me figurën e Veliajt dhe me perceptimin e publikut se ai ka keq përdorur pushtetin për interesa personale dhe politike. Bashkia e Tiranës nuk është thjesht një godin institucioni, por përfaqëson edhe ambientet ku Veliaj ka kryer sipas tyre keq përdorime të fondeve publike, gjë që i ka detyruar protestuesit ta mendojnë edhe këtë godin si objekt të shprehjes së revoltës. Erion Veliaj përballet me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, që janë ngritur ndaj tij në përfundim të hetimeve të kryera nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Akuzat ndaj Veliajt lidhen kryesisht me korrupsion, shpërdorim detyre, pastrim parash dhe mos deklarim të pasurisë. Me pak fjalë, fishekzjarret dhe brohoritjet drejt godinës së Bashkisë së Tiranës përmbajnë një mesazh të qartë se qytetarët nuk janë të gatshëm të harrojnë skandalin e kryebashkiakut të arrestuar të kryeqytetit, Erion Veliaj,